Përshëndetje Prishtina, jemi këtu në rrugën Bajram Bahtiri, ku edhe po I vazhdojmë punimet, pra kemi një kontratë të re të nënshkruar tash për 3 milion. Do të jetë një projekt madhor me 3 korsi për makina, me 1 për këmbësor edhe 1 për biçikleta, po ashtu me ndryshim, me gjelbrim. Pra një projekt fenomenal që e hap është edhe faktikisht porta e kryeqytetit rreth Gollaku të mrekullueshëm. Së bashku këtu edhe me parkun botanik, të cilin tashmë vetëm e kemi dizajnuar dhe do të fillojmë ndërtimin së shpejti. Punimet sot po I fillojmë. Afatet për realizimin e punimeve në këtë rrugë janë 180 ditë. Pra pas 180 ditëve Gollaku do ta ketë qasjen shumë më të mirë, shumë më të lehtë prej Prishtinës dhe të gjitha zonat që gravitojnë në këtë pjesë.